Fundi i sezonit të verës përkon me veljen dhe shitjen e disa prej kulturave bujqësore për të nxjerrë në treg. Bujku Albert Ramaja posedon rreth 20 ari tokë të mbjellur me speca dhe i njëjti ka treguar se specat janë të gatshëm dhe po shiten në treg tash e më shumë se një muaj. Speca kemi 20 ari jashtë, janë të gatshëm për treg, kemi filluar diku rreth që një muaj veç më shit. Edhe temperaturat kanë qenë ekstreme si vjetë, po mirë, ka kalu disi se ujë kemi bollave, mirë, kanë kalu mirë. Bujku Ramaja ka bërë të ditur se edhe pse temperaturat kanë qenë ekstreme, speci është bimë që e preferon motin e nxehtë. Për speco kom, po. Speci e dënë se speci është bimë se e duron nxehtit, e tamam e kon efikase. Ndërkaq, sa i përket çmimeve, Ramaja ka njoftuar se çmimi me pakicë shkon deri në €1.50, ndërkaq me shumicë deri në €1.20. Çmimi me pakicë po shkon €1.50, me shumicë €1.20, supo i kemi ata klientat, se gjatë javës i furnizoj 2-3 pika i kom, e tonën shes vetë, me €1.50 po shkon. Tutje Bujku Ramaja bëri të ditur se ka interesim të madh dhe se produktet janë të rritura në mënyrë organike për të qenë sa më të sigurta dhe të shëndetshme.